Nuk ka sinjale për ndaj ndryshim, po besoj që ka ardhur koha që duhet me gjetë zgjidhjen. Dhe është kalu kohë për te të arsyeshmes dhe klasa politike në Kosovë duhet me gjetë zgjidhjen. LDK ka ofruar një zgjidhje, nëse është e papranueshme për partinë që ka dalë para, atëherë le të bëjë veprimet e duara sepse ka obligim me drejtën që e ka fituar. Duke dalë partia e parë, kanë lindë dhe obligimet që me këtë themelu institucionet e kuvendit në radhë parë dhe pastaj qeverinë. Pra, kur lind një drejt, lind edhe një detyrim me automatizëm. Pra, ka drejtën absolute për të propozuar kryetarin e kuvendit apo kryetaren, por edhe ka dhe detyrimin që për atë kryetar apo kryetare që propozon me bë shumicën. Nuk kanë legjitimitet demokratik, nuk kanë autorizim për Kuvendin e Republikës Kosovës dhe nuk mund të ndërmarrin këto veprime.